me çfarë shpejtësie lëviz automobili nëse për 15 minuta kalon 20 kilometra. Zgjidhjen e kësaj detyre do ta fillojmë. Shohim se të dhënat e detyrës janë koha prej 15 minutave dhe rruga të cilën e ka kalu trupi është 20 kilometra. Ndërkaq kërkohet shpejtësia, të cilën e kemi shënu me shkronjën V. Gjatë zgjidhjes së çdo detyre, në fillim i kontrollojmë të dhënat, a janë ato në njësi ndërkombëtare apo duhet të shndrohen në njësi ndërkombëtare sipas sistemit internacional të njësive SI. Koha për njësi ndërkombëtare ka sekondën, ndërkaq këto është dhënë në minuta. Prandaj, minutat do t'i kthejmë në sekonda. Shkruajmë 15 herë 1 minut i ka 60 sekonda dhe kur shumëzojmë 15 me 60 është 900 sekonda. Rruga për njësi ndërkombëtare ka metrin, ndërkaq çdo është dhënë në kilometra, kështu që kilometrat do t'i kthejmë në metra. Shkruajmë 20 herë 1 kilometër i ka 1000 metra dhe këtu shumëzojmë 2 herë 1 2, i shtojmë 3 zero edhe këtu një 4 zero. Pra 1, 2, 3, 4 dhe njësin metër që lexojmë 20.000 metra. Për njësimin e shpejtësisë, dim se formula është V barabart me S thye për T. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do del e shpejtësisë që është metri për sekond. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri e njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Kështu që metër për sekond, njësi ndërkombëtare e shpejtësisë. Tani kemi rrugën të shprehur në metra dhe kohën në sekonda dhe këtë formulë do ta përdorim. Pra rruga është 20.000 metra dhe koha është 900 sekonda. Tu shohim se mund të thjeshtojmë 1 zero me 1 zero, po ashtu 1 zero me 1 zero dhe tani 200 pjestojmë me 9 që është 22.22 metra për sekond. Pra shpejtësia me të cilën automobili lëviz është 22.22 metra për sekond. Detyra për punë të pavarur. Një automjet lëviz me shpejtësi 72 km/h, që rrugë do të kaloj pas 2.5 minutave. Detyra e dytë, shpejtësinë prej 60 dekametrave në minut shprehe në njësi ndërkombëtare. Pra në detyrën e parë është dhënë shpejtësia 72 km/h, nga ju kërkohet të llogaritni rrugën të cilën do ta kaloj ai trup pas 2 minuta e gjys. Te detyra e parë, të dhënat janë shpejtësia 72 km/h, të cilën mund ta shkruajmë kilometër thy për orë, apo siç e kemi shkruar këtu kilometër herë orë në fuqinë minus 1. Dhe po ashtu është dhënë koha prej 2.5 minutave, ndërkaq kërkohet rruga të cilën ai trup do ta kaloj në këtë rast me fjala për një automjet. Ju e dini se së pari do t'i ktheni njësit kilometër/orë në metra për sekond dhe gjithashtu minutat në sekonda dhe pastaj do të gjeni formulën e rrugës dhe shpejtësinë e shprehur metra për sekond dhe kohën në sekonda i bartni te formula e rrugës dhe do të fitoni rezultatin e rrugës të cilën e kalon ai automjet. Ndërkaq te detyra e dytë është dhënë një shpejtësi prej 60 dekametrave në minut. Dekametri shënohet me dm, y për minuta, dhe nga ju kërkohet që këtë njësi dekametër në minut ta shndroni në njësi ndërkombëtare, që njësi ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Kështu dekametrat i ktheni në metra, minutat në sekonda dhe kryeni veprimet matematikore e në fund do të fitoni rezultatin e shpejtësisë të shprehur në metra për sekond.
Shpejtësia e erës është 50 km/h. Për sa do të arrijë era nga qyteti A në qytetin B, të cilat qytete supozojmë se janë në një distancë prej 50 km-ve. Të dhënat e detyrës janë shpejtësia 50 km/h, ndërkaq distanca në mes të dy qyteteve është 50 km dhe nga ne kërkohet të gjejmë kohën për të cilën era ka arrit nga qyteti A në qytetin B. Tu shohim se shpejtësia është dhënë në km/h dhe distanca në kilometra. Ne dim se formula e kohës është e barabartë me rrugën thyë për shpejtësi. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do dele kohës që është sekonda. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Këtu shohim se kemi një thyës të dëfeshtë. Këtu mund të vendosim emrusin 1. Shumëzojmë tjashmet me tjashme për ta kthyer thyesën e dëfeshtë në thyes të thjeshtë. Metër herë sekond thyë për metër herë ne. Metër me metër mund të thjeshtojmë dhe sekond thyë për ne është sekond. Shohim se formula është mirë, prandaj këtu mund të zgjedhim tani detyrën në dy mënyra. Mënyra e parë është të shkojmë më shpejt dhe më thjesht pa i shndërru njësitë kilometër në orë në metra për sekond dhe distancën në kilometra. Rruga te kjo formulë shohim se është dhënë si distancë. Pra, distanca në mes të dy qyteteve A dhe B është shkruar me D dhe për ne kjo është një rrugë. Prandaj, në qoftë se punojmë me njësi jashtë sistemit internacional, ne mund të shohim se koha është distanca thyë për shpejtësinë. Distanca është 50 km, ndërkaq shpejtësia është 50 km/h. 0 me 0 thjeshtohet, 5 pisë për 5 është 1, ndërkaq kilometër herë orë del në numërus, thyë për kilometër, kilometër me kilometër thjeshtohet dhe mbetet orë. Pra për një orë do të kaloj era nga qyteti A në qytetin B. Por këtë detyrë do ta zgjedhim sipas njësive ndërkombëtare, sepse nuk do të thotë se gjithmonë do të kemi mallësitë fizike të cilat përshtaten se në këtë rast kilometrat në orë me kilometra. Nga se shpejtësia dhe mund të jipet edhe në njësi tjera, si për shembull dekametër minuta apo centimetra në orë e kështu me radhë, sikurse edhe distanca për rruga apo gjatësia, largësia kështu me radhë të jipen në njësi kilometra, decimetra, dekametra, hektometra kështu me radhë. Prandaj ne do të shkojmë në mënyrën që të shndrojmë njësitë në njësi ndërkombëtare, në këtë rast njësia e shpejtësisë që është dhënë kilometër për orë ta kthejmë në metra për sekond. Shkruajmë 50, kilometrin e kthejmë në metra, ajo është 1000 metra, ndërkaq ora kur kthehet në sekonda është 3600 sekonda. Tu shohim se 20 me 20 mund të thjeshtohen, 50 herë 10 është 500 metra, thyë për 36 sekonda. Dhe do të pjestojmë 500 me 36 është 13.8 metra për sekond. Ndërkaq 50 kilometrat do t'i kthejmë në metra dhe 50 herë 1 kilometër i ka 1000 metra. Kjo 50 herë 1 është 50, edhe shtojmë 3 0, 1, 2, 3 dhe 100 metër. Tani, këto të dhëna do t'i sjellim në formulën të cilën edhe përdorëm si koha paraqetherse në mes të distancës dhe shpejtësisë. Distancën prej 50 km e kthym në metra është 50.000 metra, ndërkaq shpejtësinë prej 50 km në orë gjetëm se është përafërsisht 13.8 metra për sekond dhe do të shkruajmë 13.8 metra për sekond, barazi, kur pjesëtohet numri 50.000 me 13.8, do të del 3623 dhe njësinë kemi tjashmet me tjashme metër herë sekond, thyë për metër herë 1 metër, metër me metër thjeshtohet,
që është 3623 sekonda dhe kjo krejt kur pjestohet me 3600 sa ka një orë, parafërsisht është një orë. Pra, rezultati një orë edhe këtu dhe del një orë. Trupi për 8 sekonda arrin shpejtësinë 12 metra për sekond. Llogarit nxitimin e tij. Zgjidhje. Të dhënat të detyrës janë këto. Koha është dhënë prej 8 sekondave dhe shpejtësia 12 metra për sekond. Kërkohet të llogaritim nxitimin e trupit. Në fillim kontrollojmë të dhënat. Njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, edhe në sekonda është dhënë koha, sikurse që njësia ndërkombëtare e shpejtësisë së metri për sekond dhe shpejtësia dhe këtu është dhënë në metra për sekond. Dim se nxitimi paraqet hersin në mes të ndryshimit të shpejtësisë delta v dhe ndryshimit të kohës delta t. Në këtë formulë shohim se kemi vetëm një shpejtësi, prandaj këtë formulë mund ta shkruajmë edhe si v thyë për t, meqense po ashtu kemi edhe vetëm një kohë. Pra nuk ka ndryshuar shpejtësia brenda ndryshimit të kohës dhe thjesht formulën mund ta shkruajmë si a thyë për si a barabart me v thyë për t. Kur të vërtetojmë këtë formulë, do të dalë njësia ndërkombëtare e nxitimit që metër për sekond në katror. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Kjo në thyese dyfisht, ku sekondës mund t'i shtojmë një emërusni, sepse rregulla matematikës thotë se çdo numër që pjestohet me numrin e është vetë ai numër. Thyesën e dyfisht e kthejmë në thyes të thjesht, duke e shumëzuar tjashmet me tjashme, metër herë në metër, dhe sekond herë sekond, sekond në katror. Kështu që njësia ndërkombëtare doli që metër për sekond katror dhe këtë formulë mund edhe ta përdorim. Atëherë tham se formula e nxitimit është hersi në mes të shpejtësisë dhe kohës, dhe shpejtësia e cila na është dhënë në këtë rast është 12 metra për sekond, pra shpejtësi e një trupi me të cilin ai lëviz, dhe siç tham në tekst të detyrës, këtë shpejtësi trupi e ka arrit për 8 sekonda. Prandaj shkruajmë këtu 8 sekonda. Kur pjestojmë numrin 12 me 8 është 1.5 dhe njësit metër herë 1 është metër dhe sekond herë sekond, sekond në katror. Pra nxitimi me të cilin lëviz trupi është 1.5 metra për sekond në katror, nëse trupi ka arrit një shpejtësi prej 12 metra për sekond brenda kohës prej 8 sekondave. Pra kjo vlen në rastin kur kemi një shpejtësi dhe kohën, përndryshe po që se kemi dy shpejtësi dhe të cilën trupi e ka arrit brenda ndryshimit të kohëve, V1 dhe V2, atëherë delta V do ta zgjedhim me V2 minus V1, sikurse që deltën T do ta shkruanim T2 minus T1. Por meqense këtu kemi vetëm një shpejtësi 12 metra për sekond pa shpejtësi fillestare, të cilën trupi e ka arrit brenda kohës prej 8 sekondave, arrim të rezultati që tham 1.5 metra për sekond në katror. Shpejtësi arrin automobili për 4 sekonda nëse lëviz me nxitim 5 metra për sekond katror. Zgjidhje. Të dhënat e kësaj detyre në këtë tekst janë koha 4 sekonda dhe është dhënë nxitimi A barabart me 5 metra për sekond në katror. Kërkohet të gjejmë shpejtësinë me të cilën lëviz trupi. Në fillim si zakonisht kontrollojmë të dhënat, koha është dhënë në sekonda, që është njësi ndërkombëtare e kohës, dhe nxitimi është dhënë në metra për sekond katror, që po ashtu është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Ne dim se nxitimi paraqet hersin në mes të shpejtësisë dhe kohës,
dhe këtë formulë kur e kemi vërtetu, njësia ka dalë e nxitimit metër për sekond katror. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Kjo është një fyes e dyfisht që do ta kthejmë në fyes të thjeshtë, duke shëmzuar t'jashmet me t'jashme, metër herë një metër dhe sekond herë sekond, sekond katror. Pra, metër herë një është metër dhe thy për sekond katror, që është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Por me këtë formulë ne do të gjenim nxitimin sikur ta kishim të dhënë shpejtësinë dhe kohën. Ndërkaq, në këtë detyrë kemi të dhënë nxitimin, kemi të dhënë po ashtu edhe kohën, ndërkaq nga ne kërkohet të gjejmë shpejtësinë. Për të gjetur shpejtësinë ne do të nisim nga formula A barabart me V thy për T, dhe këtu siç shohim, për të gjetur formulën e shpejtësisë na pengon koha. Koha është një mallësi fizike këtu në këtë rast që pjestohet, ndërkaq ne do të veprojmë të kundërtën e saj, do të shëmzojmë. Pra, të dy anët e barazimit do të shëmzojmë me kohën T. Kështu që formula A barabart me V mbi T, pasi të shëmzojmë në të dy anët e barazimit me T, herë T, shohim se në këtë rast kohën T me kohën T mund ta thjeshtojmë dhe nga kjo themi rrjedh shpejtësia e barabart me A herë T. Kjo është formula me të cilën e llogaritim shpejtësinë kur dim nxitimin dhe kohën. Por para se ta përdorim këtë formulë, ne duhet ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare në këtë rast duhet të del metër për sekond, që është njësia e shpejtësisë, meqense kjo formulë është e shpejtësisë. Pra, V barabart me A herë T, kur të shëmzohet njësia nxitimit me njësinë e kohës, njësia duhet të del metër për sekond. Shkruajmë njësinë e nxitimit, që kemi thënë se është metër për sekond në katror, herë njësinë e kohës sekond, thjeshtojmë sekondën me katror dhe metër për sekond mbetet, që është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë. Meqense formula është mirë, atëherë këtë formulë edhe do ta përdorim, V barabart me A herë T, dhe nxitimin do të kthehemi të shohim ishte 5 metra për sekond në katror, pra nxitimi 5 metra për sekond në katror, ndërkaq koha 4 sekonda. Siç thamë lart ku e vërtetuam njësinë, sekondi me katror thjeshtohet dhe shëmzojmë 5 herë 4, 20 metër për sekond. Pra, shpejtësia e këtij trupi me të cilin ka lëviz trupi është 20 metra për sekond. Pra, 20 metra për sekond është shpejtësia me të cilin lëviz ky automobil nëse brenda 4 sekondave ka mbajt një nxitim prej 5 metra për sekond në katror. Dhe t'ju rikujtojmë se nëse dëshirojmë të dimë se ky trup pas një ore sa do të kaloj rrugën, atëherë ne do të kthejmë shpejtësinë prej metrave për sekond në kilometra për orë dhe numrin 20 e shëmzojmë me 3.6 dhe njësinë kilometra në orë. E kur shëmzojmë në këtë rast, mund të themi hekim zerën, por presja dhetore do të lëviz në anën e djathtë, kështu që kemi 2 herë 36 kilometra për orë, barazi 2 herë 6 12, 2 a 1, 2 herë 3 6 edhe 1 7 dhe njësia kilometra për orë, që shpejtësia e trupit shprehur në kilometra në orë është 72. Dhe kjo do të thotë se pas një ore trupi mund t'i kaloj 72 kilometra nëse mban një nxitim konstant prej 5 metrave për sekond në katror.